Himara është greke apo shqiptare? Ke një përgjigje për këtë? Gjitha ata që thonë Himara është greke, po të kisha mundësi tani, unë nuk jam kriminal. Unë nuk vras. Dhe mizën, dhe gjarpri nuk e vras, po nuk më ngacmoj. Po këta dua t'i pushkatoj të tërë. Këta e njërës të pap cip, të pa nder, të pa fytyr. Këta nuk janë shqiptarë, këta janë shqipfolës. Ti thuash Himarës ti ishtë greke kur gjysmën e fiseve i kena golemi nga progonati dhe nga Nevica Ngusmari? Si që ka greke? Nga i gjetën greken? Ata kanë një gjuhë greke që të vjen turp ta dëgjosh njërë, edhe nuk mu ta dëgjosh, unë që di gjuhë greke, unë ata si dëgjoj do. Pse si flasin ata? Pare ta plaçka, thosh një plak në spile. Qa do me thëmë? Merë plaçka të shqip. Në më që ta thosh e greqisht, po t'ishte greke, pare ta pragmata. Pare ta pragmata, ta gjërat. Gjysmat shqipi kanë gjysmat greqisht. Parë të gajdhuri lidhe sto huri, thot. Merë gomarin e lidhe për dëruri. Kjo është Himarjotja. Greqisht e Himarës. Turp të vi. Himara nuk është greke. Himara është labe, safi. Do marrëm pirodhimen. E ke në progonat thuet shullëri dhime, i fisit dhimaj. E ke atje. Del a i beleri, edhe thot jemi në progonati, vërtet ishtë në progonati, po a i si palacio që është, thot jemi grek në progonati, pra vurive si me një gurë vërë dy zoq, e pare punës që në vetën grek, e dyta bëde progonatin tjetë grek. Pra këto nuk shkojnë, edhe këto i pranon akademia jo në shkencave, pranaj thash që ata duhen qëruar që andej. Ata e njërës të shqitur, njërës të pa tjetër, të paguar nga greku, të paguar, dëgjo, nuk u tha kot, ministri jashtëm grek, që para shumë kohës që tha ne paguajmë $50 milion vit për vit medjave greke, medjave shqiptare që të flasin në favor tonë. Kjo është shumë e vërtet. Dhe i vetëmi që i kundër vetë kësaj punë jam unë, pra janë shkencëtarët në thonjza, tanë, që s'janë shkencëtarë, po janë thjesht punëtor partije të paguar nga Beogradi dhe nga sigurimi shteti shqiptar. Dhe unë them atyre, dilni bëni karakteristikën, sa nga ju jeni bashkëpunëtor të sigurimi shtetit? Se unë them, shkoni, kontrolloni gjithë arqivat e shtetit shqiptar, çfarë do që të gjeni, përsa që islamin publikojeni. Më pastër se ka i s'kam shtem. Je i pastër. Jo vetën unë, si kam borë shkujt.